Shnando është një nga shenjtet më të njohur dhe më të nderuar në traditën katolike, i kujtuar për jetën e tij të përkushtuar, ndihmën ndaj të varfërve dhe predikimin e fjalës së Zotit. Ai ka fituar një vend të veçantë në zemrat e besimtarëve. Dita e tij 13 qershori është bërë një datë e rëndësishme në kalendarin kishtar dhe shënohet gjërësisht në shumë vende. Edhe në Shqipëri, veçanërisht në zona ku kjo traditë është ruajtur brez pas brezi, Shnandohu kremtohet me përkushtim, duke bashkuar njerëzit në lutje dhe ngjarje fetare kulturore. E kështu në ditën liturgjike të Shnandohut në kishën e Tamares e ngritur në nder të këtij shenjti, u kremtua kjo festë ku mesha shenjte fillojnë në orën 10. Këtej marrim pjesë me devocion, marrim pjesë me thënë me njëti që ki varë për Shnandoh, sidomos edhe për të falënderuar Zotin edhe për të punë që janë bërë. Pra, në këtë kishë, në mini i plot i kishë, të dhe trupërja e Shnandoh. Atëherë krejtë fillojnë meshin si zakonisht, masë në përfundim të meshës, e marim fënaglutën e Shnandoh, bëjmë bekimin e truporës, edhe marim bekimin që jenë fra bekimin e i peshvi. Monsignor Giovanni Peragin është për farë që delë si aqipesh i kësaj diocese këtu në famullit tonë, e ka fillu pra për ta marrës, kena Sinzin, kena Mërmoshin, pra ka marrë që delë për farë dhe falënderim Zotit për pranin e ti, që ftoj që dhe gjatë pse ne që rrim është pak nuk është për të është hapë në mënyrë dojtare, por rrim me neshi edhe marrim për të pjesë, si që për të mëse vitit fa dhe të Shnandoh për kjo kish është ushtu Shnandoh. Dikur në kënë zyra kooperative, këtë këtë tjetër gjatë tash është pa një ngërgullir madhe, falju shpra, falj për tributit tuj. Dhe mos harroni që përveç të veçërit Shnandoh që është kushtu kjo kish, dhe këtë zoja këtu, është bara kos komunizit, pra është bara në kisha tuja, dhe është një lidhje me kanumës, edhe tashmes, pra kjo trëmbore, e sojës që është pra është një vlera që i ka kjo kish. Nësë të pore është Shnandoh që është brodë si barë devocionin e vetë, po dhe vlerën e saj si tërpore, po dhe është një që të vëmë dhe e kryva devocionin tonë ndaj asaj tërpore. Kena me fillu meshën është Magnificat Liber, është në faqen 4. O Zotim, ti kjo shlenduar, 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 se ti botën e ke krijuar, me të mira e ke jeshuar, ti krijove hapësi qiellore, dhe çka gjendet për mbi do vlore. O Zotim, ti kjo shlevduar, 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 o Zotim. Në emërtat të birit të Shpirtit Shenjtë, paqea me ju. Me gjithë zemër në të vërtetë vëllezër e motra, ju uroj paqen në këtë ditë, në të cilin të gjithë jemi të bashkuar për të kremtuar meshën e shenjtë, festa e Shnandohut. Paqe për këtë vend ku jemi në një kishë sa po i restauruar. Kisha na tregon që ne si besimtar jemi të bashkuar në këtë vend. Jemi ne kishë që e gjallërojmë këtë bashkësi. Jemi ne kishë që e gjallërojmë këtë vend. Pace atëherë për ju edhe meshtarët, Padre Vitor, për shërbimin tuaj në këtë vend. Është në emrin e paqes që jemi të bashkuar
e fillojmë meshën e shenjtë. Falenderojmë Zotin që na bashkuar e kërkojmë faljen për mëkateve që mund të kremtojmë në mënyrë më të denjë misteret të shenjta. Po I rrëfehem, hyjtë e gjithë pushtetshëm, dhe juve o vëllezër e motra, se kam gatuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me veshime, për fajin tim, për më të madhin fajin tim. Prandaj po porositem se lumes Mari, gjithmonë birgjeve, të gjithë engjëllve, shenjtëve, dhe juve o vëllezër e motra, që të lutemi për mua, Zotin hyn tonë. Hyjit pushtetshëm pas të mëshirë për ne, na I falë të mëkatet tona dhe na përcjellë në jetën e pasosur. O Zot ki mëshirë. O Krisht ki mëshirë. O Zot ki mëshirë. Lavdi hytë në lartësit shëllore, e pace njerëzve ne të mbirë mbi tokë. Ne po të levdojmë, po të bekojmë, po të adhurojmë, po të madhërojmë, po të falenderojmë për lavdin tënde të pakufi. Zot hy mbret shëllore, hy ati I gjithë pushtetshëm, Zot biri një lindur Jezu Krishtë, Zot hy që në hytë, biriatit, ti që shlyer mëkatet e botës, dëshirë për ne, ti që shlyer mëkatet e botës, pranoje lutjen tonë, ti që rrinë të djatën e atit, ki mëshirë për ne, sepse vetëm ti e shenjti, vetëm ti e Zoti, vetëm ti e të larti, o Jezu Krishtë, së bashku me shpirtin shenjtë, në lavdin e hyjhatë. Amen. Të lutemi, o hyjit pushtetshëm dhe jamshuar, që në Shen Antonin e Padovës, ja dhe popullit tëndë një predikatar të shuar dhe një mbrojtjes të varfërve dhe të vuajturve, bej që me ndërmjetësinë e ti të ndjekim mësimet e ungjillit dhe në prova ta përjetojmë ndimin e mëshirës së sate. Ne për Zotin ton Jezu Krisht I birin ton, dhe që me ty e ton e mbretëron, në bashkim me shpirtin shenjt hy, për të gjithë dhe shekujt e shekujve. Lexim pregjitur të Odis. U luta dhe në shërë të mëzarën Shurja, u përluta në e shpirti Odis. E shmova atë më shumë se në vëtëri dhe se ju. Fërajë e mbate pasurin në krasin me të. Gurin e paqëmshëm as që krasun me të, sepse I gjitarin në krasin me të është si pakrërë, e argjendit për krasaj lërfuat si parë. E kesha më tepër se shëndetin, dhe bëguri dhe parapëlqipa në fortë se dikte, sepse shkëlqimi I saj nuk të shuhet kur. Bashkë me të më edhen të gjithë se tiran, e në përduar të saja, pasurit të panërushme. I gëzova të gjitha këto, sepse urtia u dhime, dhe nuk e dija se çnëra e të gjithave, sepse ajo është për njerëzit, thesari pashtirshëm. Kush e fiton miqësinë e hy, të porositur nga dhurata e mësimit të saj. Fjala e Zotit. E shpalla të vërtetën tënde, o Zot. Zoti I gjithë këndët mbi shtëndës, dhe mi bëri të forta hapat. Në bori më gurin një këngë të re, hinin e Zotit, hyri I totë. Drejtësinë tënde e shpalla në këmbëndin e vejut. Shi, nuk I mbajtën mbyllur abitet. O Zot, Ti e di, nuk e fsheha drejtësinë tënde në zemrën time. Do ta pëntoj të vërtetën tënde dhe shkëtimin tënd. Kurse mohova mirësinë tënde, e të vërtetën tënde në këmbëndin e vejut.
Le të gëzohen e le të kaltohen dhe ty, të gjithë ata që të kërkojnë ty. Le të thonë vazhdimisht, i madhërueshëm është Zoti, të gjithë ata që duan shërbimin tënd. Lexim prej letjes së Shënbanit Apostull, drejtuar Efesianëve. Vëllezër, secili prej nesh i që vëm kiri në atë mas, në të cilin Krishti deshte na rrolli. E ai i dha disa apostull, disa të tjerë profet, disa prapë ungjilltar, do të tjerë varin dhe mësues, që shetërit të bëjnë ta për veprën e shërbesës, për ndërtimin e trupit të Krishtit, deri që të gjithë të arrijnë njësinë së fesë dhe njohjes së Diut të Fillit, deri në gjendjen e njeriu të përsosur, deri në masën që i përket pjekurisë së plotë të Krishtit, që të mos jemi në foshnja me të cilat luajnë tallaci dhe i çon filozofën çdo gjë mësimesh. Në këtë lloj të njerëzve që me drejtë i hapun ullën gabimit. Por, duke dëshmuar me dashuri të vërtet, të rrihni në çdo pikpamje drejt atij që është krye, Krishtit. Fjala e Zotit. Argjent i kënguar të shuhaj të preti, buzët këtia mësojnë shumë njerëz. Alleluia, Zoti i qoftë me ju. Lexim për Injilin të Shajit sipas Markut. Në atë kohë, duke i udhëtuar të vëllezërve, Jezusi u tha atyre: "Dijeni me marrë votën e predikoni Injilin të gjithë njerëzve. Kush do të besojë, do të pagëzohet, do të shëmbohet, ndërsa kush do të besojë, do të dënohet. Shenjat që do të përcjellin ata që të besojnë janë këto: në emrin tim do të dëbojnë djalë, do të flasin gjuhë të reja, në duar do t'i marrin gjakpëri, nëse do të pinë ndonjë send që sjell vdekjen, nuk do të bëjnë keq. Do t'i vënë duar mbi smur e këta do të shërohen." Jezusi u tha kështu, u ngjit në qiell dhe rëndë djathtë të hyu, kurse ata dolën e predikuan gjithmonë. Zoti i bashkëpunonte me ta dhe përforconte fjalën me përfulli që e përcjellnin. Fjala e Zotit. Shof në gloria Jesu Krishtit. Vëllezër motra, vërtet është një kënaqësi për mua jetë këtu sot për herën e parë për të kënduar bashkë me juve të komunitetet të Meshkujve Shenjtë. Falë Zoti edhe në këtë rast shumë të veçantë, festën e Shenjanotë, por është edhe rast për të inauguruar të themi unimin e kishës vërtet shumë e bukur, një kishë që kam thënë Madre Vittoria që besoj që janë i bindur që ju si komunitet e meritoni edhe për gjitha sakrificet që keni parë, që keni mësuar, që keni përjetuar. Dhe në të rastën e festës e Shenjanotë, një shenjë shumë e madhe, mund të themi që dhe mbar botën nga një dëmshmëri shumë e madhe. Edhe se flasim për një njeri që ka jetuar shumë vite përpara. Dësha më të themi si është e mundur që një njeri që ka vdekur shumë vite përpara, përkujtimin e tij është akoma i gjallë. E në mbar botën, sot shumë njerëz të vazhdojnë duke lutur, duke kujtuar
jetën e ti. Pse? Nuk e dinë se keni mëndruar vë njëndë. Pse jeni këtu për të ndëruar një njëri që ka jetuar shumë vit përpara? Ndoshta jeni këtu sepse e dimë o besojmë që ai ka bërë shumë mrekulli. Në fakt është e vërtetë. Në jetën e tij ne lexojmë që ka bërë shumë mrekulli. Dhe dinë që akoma sot ai vazhdon duke bërë mrekulli. Por ju them një gjë si balirytë, ju them një gjë si i krishterë, si katolikë bashkë me ju. Në qoftë se ne jeni këtu, vetëm sepse presim një mrekulli prej tij, nuk të thëj që devotshmëria jonë, bile edhe më shumë feja jonë, nuk vlen asgjë. Nuk vlen asgjë. Ne nuk jemi këtu sepse presim e mrekulli. Ne jemi këtu sepse falenderojmë Zotin për çfarë ai Zoti ka bërë nëpërmjet tij, nëpërmjet misionit të tij, nëpërmjet personit të tij. Nuk është një njeri që bën një mrekulli. Nuk është një njeri që vepron mirë. Nuk jeni ne që veprojmë mirë. Nuk jeni ne që bëjmë mrekulli. Është Zoti që vepron mirë nëpërmjet nesh. Ne jemi këtu për të falenderuar Zotin për dhuratën e shenjtërisë. Ai që në no është një shenjë. Është një shenjë sepse ai si një njeri ka marrë pjesë në shenjtërinë që është Krishti, që është hy. Është hy që është i shenjtë, burim i shenjtërisë. E secili prej nesh është i thirrur të marrim pjesë në jetën e tij, në shenjtërinë e tij. Kështë arsye për të cilin jeni këtu, për të falenderuar Zotin për veprat që ai vazhdon duke bërë në mes nesh, edhe nëpërmjet njerëzve. Edhe nëpërmjet njerëzve. Atëherë ne po shikojmë çfarë ai ka bërë nëpërmjet jetës së shenjtës. Shenjtëve o shenjtrit nuk janë njerëz që kanë bërë gjëra të jashtëzakonshme. Nuk janë njerëz që kanë vepruar në mënyrë të veçantë. Janë vetëm njerëzit që kanë dëgjuar thirrjen e Zotit e kanë vepruar sipas thirrjes së Zotit. Më falni, por a besoni që edhe ju, që edhe ne, si të krishterë, kemi dëgjuar një thirrje, të gjithë ne, unë besoj që të gjithë jeni katolikë, besoj që të gjithë ju jeni të krishterë, jeni të parzuar. Pikërisht ditë e parëzimit, ne kemi dëgjuar një thirrje, kemi pranuar në një ftesë. Cili ka qenë ftesa? Thirrja nga ana e Zotit. Të marrim pjesë në jetën e tij. Të jeni nxënësit e tij. Ashtu si ka qenë edhe ai që na njoh. Ai ka qenë i thirrur. Në jetën e tij, ai është angazhuar plotësisht të qëndrojë me Zotin. Është angazhuar plotësisht të dëgjojë fjalën e tij. Është angazhuar plotësisht të jetojë fjalën që kishte dëgjuar.
Kjo vlen edhe për ne, edhe për ne. Edhe neve, Jezusi na ka thënë çfarë i ka thënë apostujve para që të ngjitej në qelë. Edhe neve, Jezusi na ka thënë dilni në mbar botën e predikoni ungjillin të gjithë njerëzve. Shena nobu e shifamshëm, jo vetëm për mrekulli që ta bërë, e vazhdon duke bërë, por e shifamshëm si predikatarë. Është një njeri që ka mësuar, ka studiuar shumë shkrimi shenjtë, por ka predikuar, ka lajmëruar ungjillin. Mrekulli i parë që Shena Nob ka bërë është të kthejë njerëzit të Zotit në përmjet të fjalës së Zotit. Mrekulli që ai ka bërë është të ngrohtë zemrat e njerëzve, që njerëzit të kthejnë e të ndihen praninë e Zotit në jetën e tyre, në përmjet të fjalës së Zotit. Mrekulli që ka bërë është që ai jo vetëm ka vepruar, ka folur mirë, ka folur për fjalën e Zotit, por ai jeta e tij ka qenë një pasqyrë e jetës së Krishtit. Të gjithë duke shikuar jetën e tij, personën e tij, kanë marrë Krishtin gjallë në mes tyre. Kjo është mrekulli e parë, mrekulli që ka bërë. E kjo është diçka që na përket edhe neve. Na përket edhe neve. Atëherë vëllezër e motra, duke kremtuar këtë festë si bashkësi, në një gishë që kaq të bukur, jemi të munduar sot si është jeta jonë të krishterëve. Jemi ne kisha e gjallë. Nuk ka kuptim që se kemi një kisha e rugur si mura, si ndëftesa, në që se ne njerëzit që jemi gur të gjallë të kishës, ashtu si na ka thënë Shëndjelvi, ne jemi kishe gjallë, e pse cili për nesh është një gur e gjallë, në që se ne jemi o në kemi gur të gjallë të kishës, si jetojnë jeta jonë të krishterë, a jemi dëshmitarë të Zotit. Njerëzit që na takojnë e shohin në jetën tonë Krishti gjallë, sepse ne jemi të krishterë, do të thënë me Krishtin, e dëshmojmë besimin tonë në veprat tona. Kjo është arsye për të cilin jemi këtu duke falendëruar Zotin, por duke kërkuar prej Zotit një ndihmë më tepër që ne mund të jemi të krishterë të gjallë, të krishterë të gjallë. Ja atëherë kisha jonë do të jetë e gjallë. Kisha jonë do të jetë e gjallë. Atëherë me vesën e notra, e mbaroj sepse rëpitesh pak në cerit. Falenderojmë Zotin për këtë ditë. Falenderojmë Zotin për dhuratën e shëntërisë së Shena Notë. Falenderojmë që jemi të bashkuar në këtë vendi, në këtë pjesë të shenjtë. E kërkojmë ndihmë që secili prej nesh nëpërmjet Shena Notë mund të jemi dëshmitar të gjallë, dëshmitar një kishe gjallë në këtë vend, sepse shoqëria ka nevojë për njerëzit që në të vërtetë dëshmojnë familjën e Zotit. E Zoja e bekuar nëpërmjet edhe Shena Notë na ndihmoftë, që na shoqëroftë gjithmonë. Qoftë lëploje frikë. Hyn adhuroj kishës Shën Antoni nga Padova, mbrojtjes të varfërve dhe ndihmë të mëkatarve. Plot besim të rrasim të lartin që mbush me shpirtin e vetë, duke thënë së bashku dëgjoj o Zot lutjen tonë. Po ty, edhe sëndore i kishë sot e profet o gjatë
dhe mirës të shetë që Srishan Antoni të shpaldu në gjellin tanë dhe për rrugët e botës dhe lutemi. Po këj primësot të rejë që ujarit kushtojnë shpërimin tanë dhe nësë prekrashër korpët një përra vajikësh që t'jevë në gjellin qallë si kurse Srishan Antoni dhe lutemi. Po këj Roju dhe gjithë ndjesve të Shën Frances por një zemër të tjeshme dhe duar me rrusën e mningmin e të varfërve, dhe të mbuajtërve, dhe të braktisërve, dhe të atyre për cilët askush të ka respekt të lutemi. Po na janë ndim neve me gatarve, me dhoratën e rafyesve të ndryshkuar të mëshirshme, që ta zgojnë në zemrën tonë madhe në ndërtimin të lutemi. Vejtë është në rizë gjithmonë për para ulesh pasqyra fjalës sante, dhe na jetë sytë të tjeve që ta shroje kënë të fytyrën tonë dhe kërtej të lutemi. O hy, që me janë të shërbëtorit tonë dhe Shën Antonit të shërove, shumë zemra të plasura, dhe lirove shumë të burgosur në shpirt e në trup, vazhdo të na tregosh fytyrën tonë dhe plot mëshirë. Këtë po të kërkojmë me ndërmjetësinë e Shën Antonit, në emër të lumtit Jezu Krishtit, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Lutuni vëllezër e motra që flia ime dhe juaja të dale përqysh me para hytë atit të gjithë pushtetshëm. Pjesëmarrja në misteret e tua në mbushtë, o Zot, me dritën e shpirtit tënd, i cili e ndriqoi Shën Antonin dhe e bori vegël të lavdisës sate, ne për Krishtin Zotin tonë. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tanë. Ti lartësojmë zemrat. I kemi të Zoti. Të falenderojmë Zotin hyn tonë. Është punë e drejtë e drejtë. Për një mendesh të punë e dhenjë dhe drejtesh detyre jona dhe bërim shpëtimi. Të falenderojmë gjithmonë e gjithkund, do t'jo Zot ati shenjtë, hyjgjit pushtetshëm dhe jam shuar në për Krishtin Zotin tonë. Sepse ti e gëzon kishën tënde me festën e Shën Anot, e për të rinë me shembulin e jetës së përshpirtshme, e mëson me fjalën e predikimit dhe mbron me anë të lutjes se që ty të përqenë. Dhe prandaj me turmën e engjëve dhe të shenjtërve po ta këndojmë imnin e lavdit duke thënë pa pushim. Me të vërtet je shenjtë, o Zot, të burimi çdo shenjtërie. Ty prapo të lutemi shenjtëroj këto dhurata me hirin e shpirtin tënd, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotin ton Jezu Krishtit. Ai kul vullnetarisht propranonte mundimet, mori buken, të falenderoi e theu, u adhan zanasve të vetë dhe tha,
merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi im që do të fliohet për ju. Po ashtu, pas ju kryedarka mori dhe kelkun, përsëri të falenderoi, u adhan zanazve të vetë dhe tha, merrni e pini të gjithë prej tij. Ky është kelku i gjakut tim, i beslidjes së re dhe të amëshuar, që do të derdhët për ju e për shumë njerëzit të përfaljen e mëkateve. Bëjni këtë në përkujtimin tim. Misteri fesë. Prandaj o Zotë, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënde, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvitëri që Shpirti i Shenjtë të na bashkojë një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le bien mend o Zot për kishën tënde të shpërndarën katër anë të botës, për sosën dashni i bashkë me papën ton Leonin e 14, me i pejgjin ton këtu të pranishëm im Zot Gjovanin dhe me marë me shtarin. Le të bien mend dhe për vëllezërit tanë motrat tona, të cilët pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi, ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, me Marin Virgjër, nanën e Zotit, me Shën Jozefin, fatin e saj, me shëjtit apostoj, me gjithë shëjtnit, që gjithë herë të pëlqyën, që të madhnojmë dhe të lëvdojmë, në për Jezu Krishtin, birin tanë. Ne për Krishtin, e me Krishtin dhe në Krishtin. Ty o atë hyjgjit pushtet shemë, në bashkim me Shpirtin Shenjtë, të qoftë çdo nder e lavdi për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. E tani të gjithë së bashku, si familja e Zotit, si njerëz të dashur prej Tij, le të drejtohemi atit ton qellor dhe themi aty ynë. Në liro po të lutemi, o Zotë, prej të gjitha të këqijave, dhe për mirësin tënde na jep paqen në ditët tona, e në saje të mëshirës së sate do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lumeardhjen e shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. O Zot Jezu Krishtë, Ti ju ke thënë apostëve të Tu, po ju le paqen, po ju jap paqen time, mos i shiko mëkatet tona, por fene e kishës së sate. Jepi asaj sipas vullnetit tënd paqe dhe bashkim. Ti shjeton e mbretëron në shekujt e shekujve. Paqja e Zotit qoftë me ju. Jepja një njeri tjetrit shenin e paqes. Pace. Pace. O qenjë i hytë, ti që shlyer mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. O qenjë i hytë, ti që shlyer mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. O qenjë i hytë, ti që shlyer mëkatet e botës, jep na paqen ne.
ja që në hytë, ja i që shlyen mëkatet e botës, lumata që janë të thirrur për gostin e qengjit. Qofsh o Zoti hymë, bekuar qofsh nga ne për herë, bekuar qofsh për qiell e tokë, bekuar qofsh që erdhen botë, bekuar qofsh ti o Zot, o Zot, bekuar qofsh për jetë e botë, bekuar qofsh ti o Zot, o Zot, bekuar qofsh për jetë e botë. I bekuar jeti prej amshibi, ty të bekon marru zullimi, bekuar qofsh ti o Zot, o Zot, bekuar qofsh për jetë e botë, bekuar qofsh ti o Zot, o Zot, bekuar qofsh për jetë e botë. Bekuar qofsh o Zoti hymë, bekuar qofsh nga çdo njeri, bekuar qofsh për dhënet jetë, bekuar qofsh për çdo krijesë, bekuar qofsh ti o Zot, o Zot, bekuar qofsh për jetë e botë, bekuar qofsh ti o Zot, o Zot, bekuar qofsh për jetë e botë. I bekuar Të lutemi. Pjesëmarrja në sakramentet e tua, o Zot të hynë, e shtoftë në ne atë fe që na që përcjell prej apostujve dhe se cilës Shen Antoni i shërbeu me një përkushtim plot dashuri në për Krishtin Zotin tonë. Disa falenderime, në sëparit falenderoj Monsignor Giovannin, që në përdemi që zemër për banin tuj, Monsignor, që e një tonë mesin tonë, i keni këpru këtë meqë, edhe për fjallë të zitëse, edhe për fjallë që në gëllanë për me dëshmo besimin tonë. Ashtë i njeri malë me kenë, e keme gëllë dhe për herë, gjithmonë. Falenderoj që ta ashtu këshillin e kishës, për afërsi, për kontributet që jetë. Do ba disa falendrime edhe për punë që jam kryu këtu. Falenderoj Alex Delej me skuadrën e tij punës që ka bat mujtën restaurimin e kishës, tavanit dhe të mureve. Falenderoj Fred Nerhatin me Çovalis Linadin e me Kristianin për lygen mërën e me jashtë për boj cilësore. Falenderoj Marin Glend Linadin për instalimet elektrike. Falenderoj Gjergj Mitet Marketën për që ka shrugakat e ka ba punët jënë gjithmonë me këtë se kam nevojnë përgjigje.
Falenderoj edhe Puje që edhe ai gjithmonë kujdeset për shumë gjana të kisha dhe ka ndihmuar në këto punë. Falenderoj edhe Valbona Blumen për spokrimin e lterit. Falenderoj dhe Dila Vaçe për koncertin që ka organizuar, që po ne organizon për koncert. Falenderoj dhe skulptorin e Kashifalishit tu, po artisti Pirin Kolika që ka bërë mujtun, pra truporën e Shanov, të cila përveç është një objekt devocionit për ne, por është një objekt edhe një trupore që ka një vlerë dhe kulturore, artistike, edhe për krejtë zonën, për ta marrë. Ju dini tash vllazë Mutra, dhe më thonë si janë bashku, $53.206. Punimet kanë kushtu $59.206. Edhe këna pas disa punime shtesë, jem nisë me pak, për nga kanë dalë shumë gjana, e falënderoj Zotit edhe kjo kish është mbrit me u ba. Gjithë ky kontribut është ba prej bashkëpunëtorëve tanë që janë në Amerikë edhe në vende tjera, edhe prej ju shto prej Tamare. Mos harrojmë se është një punë e bukur që po bajnë malësorët, monsinjor, se kanë fillu profesor Novini që është pa i kësaj kishë të kjo shumë, por po marrë kisha e dërmosh në selë së Badr Novini i ndërtesë e safra kishës, ka mërë në dhe kisha në besë në selës, ka se janë të besë ka mërë në dhe kisha, ka nevoj atje, në vukël pa shumë ba punimet dërshme dhe po bajnë. Për një bojnë shumë familje në nevoj, për ka shumë familje që një bojnë është i komunitet që jetë një është, malëson që gjithmonë se kanë arru venja, se kanë praktisë. Gjë janë kaqën, i përgjigjën nevojave dhe kërkesave këto në kanë me të lidhur, pikërisht me vendin, me famullinë, me vendin e tyne, të dhanë kontribute që është irsa e muni i malësovër. Për këtë vërtet e për dërë Zotin edhe për gjithë shka bajnë për këtë vend. Falenderoj, nuk e thash, për falenderoj dhe ndetjat të Morinin që ashtur dhe Zamin e Beriliu. Falenderoj Fraserë gjënë ceremonieri. Ju kujtoj se prej tas 13 korrekt me një Zotit dhe me datë 24 ka me keni kamp veror këto. Kanë marrë të fretën 3 prej Italijit, ka me keni kamp veror dhe u kujtoj që shtash që fëmija bine, trite, ka me keni dhe ditë pukra bashkë me ju. Filmas, nuk është gjatë dhe ti se veni, filmas pra kalojnë me pra bekime të turporës e Shtanovë, turporës që këna ty, e pre aty së marim edhe bekimin e monsinjorit, e mas meshët, mas bekimit, ne rrujt që i patato, për të në klati, e në kohë që përmja ditë me kene me koncerti me fëmi tuj, cilë të pas kangë e valle e tradicionale tonë. Falenderoj dhe Anton Tinen që ka financuar dhe pra këtë koncert, janë bërë $600 për të financim që ka bërë. Pas përfundimit të meshës u bë bekimi i truporës së Shnandot, i udhëhequr nga imzor Giovanni Peragine, vendosja e kësaj truporeje u krye pranë kishës. Të lutemi, o iluminishme shenë në gjithë botën e dëshmon në madrin tënde, të mëdhaje të vogla, pleqet të rinjë, të pasur e të papasur, të gjithë kallëzojnë hiret e shumta e të mrekullueshme që kanë zjerë prej Zotit në për të lutun atua. E kushtet që lem para figure tua si pengë, gadinimi, dhe antite që të rrethojnë të sorisin për herë terin e bende shmi pushtetin tënde e fuqinë të lutunave tua para të naltit Zotë. Edhe ne pra, po vim sot me u përmbyse ndër këmbët tua e mos të porosis në punë që të kemi më për zemër se kur një tjetër. E dim se jemi mëkatar të mëdha e se nuk meritojmë të sjellësh sytë tu të dashur prej nesh, por dhe njohu më të këtyre dhimshëm mirimin në të cilin gjendemi, po vim pra të shpresu në mbrojtjen tënde
po t'i lypim hiret që të mos thohet se njerëz të shkrejtë se jemi na, erdhem të ti e nuk na dëgjove lutjen. Po bën që edhe na të bashkojmi me të tjerët për të lumënu e për të falë nderes, ne për Krishtin Zotin ton. Amen. Aty ynë, që në qiell, shenjtë në plotë hemlet, ardë mbretëria jote, u afull në shtrejtë, si në qiell ashtu, bukën tonë të përdishme, e në lejnë sot, e dina ne fajtë të mëkatën tona, si bjerë na fajtore tanë, e mos në lejnë e adë keqë, në bona prej të shkeqë. Të fali Mari, e plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar që t'i barë të të ndjesus. Shentja Mari, Nana, lutë për ne pekatorë, tash në fill të vdekjes sonë. Qoftë lumënjaptit e Birit të Shpirtit Shenjtë. O hy, burimi që do hirë dhe shëntërije, shikoj me dashuri besimtarët e tu, të cilët kanë përgatitur këtë trupore, figurët e Shen Antonit të Padovës, dashamirit dhe trashëgimtar të Krishtit, dëshmitar beznik të Ungjillit, bej që t'i sprovojmë frytet e ndërmjetësisë së ti pranë fronit të lavdisës sate, ne për Krishtin Zotin tonë. Zoti qoftë me ju. Ju bekoft të hygjit pushtetshëm, ati Biri e Shpirti Shenjtë. Mesha o krye shkoni në pace. Përshëndjet e gëzuar. Në vijim zhvilluam një bisedë të shkurtër me Padre Vitor Demajn, i cili foli mbi rëndësinë e vazhdimësisë së festës dhe rolin që ajo ka për komunitetin e zonës së Këlmendit. Falenderoj për praninë tuaj, sigurisht shtanoj festot në tanë popullin shqiptar, kudo, është një fest vërtet që çdo shqiptar e ka gjetë vetveten të ky shenjt, duke gjetë bekime, duke pas harmoninë familje, duke pas gjithmonë bekimin e këtij shenjtit dhe përmes tij edhe bekimet dhe marrësinë e Zotit kudo. Edhe kjo zonë sigurisht, siç është e kremtojnë Shtanon, po shoh që kjo kish që është kushtuar Shtanon, ata që sot s'kan shkuar sigurisht kanë shumica kanë shkuar në kish Laçit, por shumica që ishin këtu kanë marrë pjesë në këtë mesh. Kjo kish është kushtuar Shtanon, është kushtuar vonë, se kjo është kish e re. Tash është krejtësisht e renovuar nga besimtarët që jetojnë jashtë dhe pikisht çdo të martë, 13 martë, tu është kremtuar mesha në orën 10, ku me shumicë kanë ardhur njerëz. Është ajo qetësia që e kanë gjetë të ky shenjt, ajo nga stresi, nga lodhja e përditshme, e janë afruar këtij shenjtit për gjetë të paqen që na mungon gjithë atë dashnin për atë Zotit edhe për njëri tjetrin e kanë gjetë të ky shenjt. Falënderoj Zotit është kjo kish krejtësisht e renovuar, po truporia e Shtanot atje jashtë gjitha e ndërtuar është bronzit, pra është një mrekulli që besimtarët, bashkëvëllezërit tanë që jetojnë në emigrim, që kanë shkuar për një jetë më të mirë atje, kanë kthyer dhe rikthejnë veshtrimin tek për të popullit, tek ne që jena këtu. Edhe në mënyrë që Tamara tashmë është bën një qytet e bukur, domethënë gjithmonë turistike, kalojnë, ka shumë vizitorë që vinë. Edhe kjo kishte jetë një mikpritse e këtë trupore, ky shenjt mikpritës për gjithë ata që vinë Kelmend me vizitu këtë Alpët bukur, këtë vend bukur. Atëherë ju thekët që sapo është restauruar dhe kisha, po ashtu është një element i veçantë që është vendosur edhe busti. Si kanë pritur banorët? Banorët janë shumë të kënaqur, bile banorët kanë kujtime se këtu ishin krejt zyrat e kooperativës dikur. Dhe banorët pikërisht e kanë përjetuar në mënyrë shumë bukur, sidomos e ndjejnë pjesë të tynen për arsye se janë gjithë të afërmit që janë jashtë, cilët e kanë batë mujtën këtë vepër të madhe. Kjo për renovimin e kësaj në kishët kjo të turporën, pra kanë pritur me gëzim të madh. Ka filluar në shkurt ka filluar gjithë kjo punë dhe sot e kemi bërë dhe bekimin edhe inaugurimin.
Sipas jush, çfarë roli luan Kisha Katolike në ruajtjen e identitetit kulturor, shpirtëror dhe historik të zonës së Kelmendit? Po lu një rol të madh, për arsye se sidomos kleri franceskan të Fretnit nuk e kanë braktisë këtë zonë, kanë qëndruar gjithmonë. E mos harrojmë që pikërisht sot, në këtë vit, përkon edhe me 80 vjetorin e luftës që është bërë në 1945-ën Kelmendin atë kohë kundra komunizmit, e sot përkon si datë, si kohë për 80 vjetori. Sigurisht ka një vlerë të madhe, për arsye sepse me restaurimin e kësaj kishet, me pranimin e Kishës Katolike, sigurisht është një ftesë që mos braktiset edhe ky vend, pra mos tikun. Është e mujtur që të ndërtojmë të ardhmen tonë këtu, pra me vështirësina duke ndihmuar njëri tjetrin. E plus edhe me zhvillimet kulturore që ka ky vend, sigurisht ka pas. Sot flasim shqip, pikërisht edhe fal kontributit të madh të meshtarëve, të martirëve, të shumë shekujve që kanë jetuar, kanë vepruar. Në përmbyllje të programit, shoqata kulturore Jehona e Kelmendit ofron një program artistik me përmbajtje tradicionale, duke i dhënë ngjarjes një karakter publik dhe kulturor. Përshëndetje të dashur pjesëmarrës. Mirë se u bashkuam sot në ditën e madhe të shenjtë Çtanua. Në emër të shoqatës kulturore Jehona e Kelmendit, me presidente Dila Vaçaj, ju uroj nga zemra ditën e Çtanout. Ju nimoft e ju rujt ju, familjet tuaja dhe njerëzit tuaj të dashur, kudo që i keni, anë e mban botës. Ja urojmë nga zemra mirëseardhjen i Zot Gjovanit dhe falenderojmë Patër Viktorin për mbështetjen e kësaj feste në këtë ditë të madhe. Në respekt të ardhjes dhe bekimit që na bëri sot i peshqvi Gjovani, do të njihemi pak me kontributin e tij që ka dhënë për fenë tonë katolike. I Zot Gjovani ka lindur me 25 qershor 1968 në Altamura në Itali. Në 20 mars 1993 u shugurua priv dhe meshtar për kongregacionin e Etërve Barnabet. Prej vitit 2002 është famullitar i famullisë së Sën Nikollës në Milot. Në 15 qershor 2017, Papa Francesku emëroi administrator apostolik të Shqipërisë së Jugut. U shugurua i peshk me 7 shtator në Gamorës. George Frendo. Prej datës 20 shkurt 2024, është sekretari përgjithshëm i konferencës i peshkënore të Shqipërisë. Me 20 maj 2024, Papa emëroi atë arqipeshk të arqipeshkërisë. Shkodër Pult. Faleminderit, Monsinjor, që je në mesin tonë për shërbimin tënd. Atëherë pa zatu shumë hapim programin siç është tradita me një vallë logo. Festa e Çtanout na bashkon. Krejt Kelmendi sot po gëzon. Po festojmë në lok të kishes, siç ka qenë logo i traditës. Kjo rini që sot ka ardhur me festu në këtë ditë bardhë.
Ju përshëndes me kanë gëvalle, këtu në Tamaret Malësis Malle. Ta njoftojmë këngëtarin tonë të minjohur Besnik Pepushaj me këngën Një si fladi i pranverës. Faleminderit. Unë i mërë këtë ditë inshallah të tanëve e bashkim sa ma parë me familjar të gjithë ka i kini o zëtë. Unë i mërë inshallah të tanëve. Na mund në me kësue, dikush që nuk prejton bëllë, që i duke të zejtë, për kjo se s'po kësejmë, nuk e në koncert recital për me kësue. Po festoj me kanë gëvalle, egzofshkishe në tamare, që të bari konstruksion, e turpnoja e shtanot po na bekon. Pra me zemër falenderojmë emigrantat që këtë vend nuk e harrojnë, në çdo gjë po na investojnë. Malësor gjithmonë e kanë pas zakon, sa jojnë dhe të kërcejnë valle nga më ndryshmet, dhe përkrisht para josh dasma e malësorit, nga grupi i vajzave të çatës kulturore Jehorna e Kelmendit.
si e shëndever, edhe kësimi sonde s'dalet las me madhe si për her. Shfar kalo të gjeva një malet zënë malë si e shëndever, edhe kësimi sonde s'dalet las me madhe si për her. Hey, 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 po martojt male soni, shokër e shëmori, shikne bukur bende hosi, shikojët mëne me po. Po martojt male soni, shokër e shëmori, shikne bukur bende hosi, shikojët mëne me po. Shifteni e thënë rapsodi me sharki, edhe kësimi sonde s'dalet das me madhe në malsi. Obi fyllit shifteni e thënë rapsodi me sharki, edhe kësimi sonde s'dalet das me madhe në malsi. Hey, 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 po martojt male soni, shokër e shëmori, shikne bukur bende hosi, shikojat mëne me po. Po martohet male soni, shokër e shëmori, shikne bukur bende hosi, shikojat mëne me po. Hey, hey, hey,
Me një vallë popullore ju ftojmë të gjithë të ktheheni me ne. Yad gem dur elime